Ndodhemi në tregun e fruta perimeve të Bashkisë Sarandë. Si shihet edhe nga pamjet, tregtarët ambulant, sidomos ata të produkteve të detit, të peshkut, të midhjet dhe të tjerë, preferojnë të shesin në rrugë me arsyetimin e tyre, sepse qytetarët nuk blejnë brenda në tregun e fruta perimeve dhe ata detyrohen të shesin jashtë. Megjithëse kushtet, siç e shikoni dhe vetë, janë të vështira për shkak dhe të erës, plurave, makinave që qarkullojnë, ata përsëri këmbgulin dhe shesin në ambientet pranë rrugës. Situata në tregun e fruta perimeve në Sarandë është problematike. Prodhime dhe produktet e detit shiten në rrugë pa plotësuar asnjë kusht higjiene dhe standardi, ndërsa pjesa tjetër produktet i shet në vendin e caktuar nga bashkia. Autoriteti i kontrollit ushqimor nuk ushtron kompetencat për të garantuar konsumatorët për atë çfarë blejnë dhe tregtarët lihen të lirë të shfrytëzojnë çdo hapësirë jashtë çdo kontrolli cilësie. Bulmetet dhe prodhimet e detit si midhjet apo peshku tregtohen nga shitës ambulant në rrugë, aq më tepër që rrugët e qytetit të Sarandës janë me plur nga punimet për jetën e usjellësit. Anën së rrugës jo, nuk jam dakord. Të shitet si qesën këta këtu, qesën dhe tjerë. Të zbatohet pyetje. A keni prekur blini produkte peshku anës trotuarit? Nuk diskutohet fare, pse është një pyetje që përgjigjja është e dukshme. Duhet shiten si qesën gjithë tjerë. Kaq. Të zbatohen ligjet e qeverisë. Ligjet janë të sakta, të rregullta. Tu fajin e ka bashkia. Të vendos bashkia. Nuk janë higjienike. Ju blini në ato? Unë jo, nuk blej asgjë. Me plura? Ajo s'lejohet, po kur e lejojnë tjerë çdo thot plaka dhe ba. Të rinjtë e bëjnë problem, ne bëjnë. Ju blini produkte që ashtu në rrugë? Se has ashtu, pa në xhade, jo me xhade. Tregu i fruta perimeve në Sarandë nuk ka kontrolle ushqimore dhe tregtarët shesin hapur në rrugë, madje afër kontenierëve të plerave pas një kusht higjiene. Policia e Sarandës ka arrestuar 3 persona pasi vidhnin kastofona dhe amplifikator. Në kuadër të operacionit të koduar amplifikatorët, në pranga u vun Arges Ba, 20 vjeç, Romeo Muçaj, 22 vjeç, Esat Tusha, 20 vjeç, banues në Sarandë. Shërbimet e policisë në sajt e këtij operacioni kanë bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e këtyre shtetasëve për arsye se më datë 29/2/2016, shtetasit e sipërpërmendur në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë shkuar në pikën e bllokimit të automjeteve në Ksamil dhe kanë vjedhur disa sende me vlerë në një mjet në pronësi të shtetasit me inicialet LB 35 vjeç, konkretisht amplifikator dhe kastofona me një vlerë monetare prej 800 euro. Dyshohet se shtetasit e lartë përmendur janë autor të disa vjedhjeve të tjera për të cilat policia po punon për dokumentimin e plotë të këtyre ngjarjeve. Prej 15 marsit të këtij viti, moratoriumi 2 vjeçar i gjuetisë ka përfunduar efektet e tij. Megjithatë, Ministria e Mjedisit bën me dije se gjuetarët nuk do të mund të gjuajnë dhe se sezoni i gjuetisë do të jetë i mbyllur deri më 1 tetor të vitit 2016. Lidhur me situatën për ushtrimin ose jo të veprimtarisë së gjuetisë, pas mbarimit të efekteve të moratoriumit 2 vjeçar të gjuetisë, Ministria e Mjedisit sqaron mediat dhe opinionin publik se është përcaktuar me ligj se sezoni i gjuetisë në të gjithë territorin e Shqipërisë hapet më 1 tetor dhe mbyllet më 15 shkurt. Vetëm për llojet shkurt dhe turtull sezoni hapet më 15 gusht, ndërsa për llojin ros marsatore sezoni mbyllet më 15 mars. Pra mbështetur mbi këtë vendim të Këshillit të Ministrave, gjuetia mund të fillojë të ushtrohet vetëm për 2 llojet e përcaktuara më lart më 15 gusht, ndërkohë që ushtrimi i gjuetisë për të gjithë llojet e lejuara për gjueti hapet më 1 tetor. Kuadër ligjor që shoqatat e gjuetarëve e njohin me detaje. Ndërkohë, paralelisht, Ministria e Mjedisit ka përgatitur draft ligjin për vijimin e moratoriumit të gjuetisë edhe për një periudhë tjetër disa vjeçare, i shoqëruar me konsulta dhe dëgjesa publike, draft i cili parashikohet të miratohet përpara fillim sezonit të gjuetisë së këtij viti. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike është rritur me 24.1% gjatë vitit 2015, duke kaluar nga 4.726 gigawatt energji të prodhuar në 2014 në 5.866 gigawatt vitin që lan pas. Në raportin e publikuar nga Instat, thuhet se rritja e prodhimit të energjisë elektrike në vitin 2015 ka ndikuar në rënien e importeve dhe rritjen e eksporteve, krahasuar me vitin 2014. Gjatë vitit 2015, vendi rezulton të jetë importues neto i energjisë elektrike. Humbjet në rrjet gjatë vitit 2015 kanë rënë me 21.1%, duke arritur kështu në 2.196 gigawatt nga 2.783 gigawatt që ishin në 2014, ku sipas Instatit ndikim në këtë rënje kanë patur uljet e humbjeve në shpërndarje, që përbëjnë 92.8% të humbjeve gjithsej në rrjet.
ndërsa humbjet në transmetim kanë gjithashtu rënje prej 1.5% dhe përbëjnë 7.2% të humbjeve gjithsej në rrjet. Sipas Instatit, 75.9% e energjisë së prodhuar është realizuar nga hidrocentralet publike dhe 24.1% nga prodhues të pavarur privat dhe koncesionar. Qindra mira emigrant presin në kushte të mjerueshme hapjen e kufirit Maqedonas. Kjo ka çuar në një përkeqësim të situatës në kampin e Idomenit. Ata kanë paralajmëruar në vijim të protestave dhe grevë urie deri në zgjidhjen e situatës së tyre, teksa organizatat humanitare kanë lajmëruar largimin, duke cilësuar situatën të rrezikshme. Ato deklaruan se për momentin do ta ndërpresin punën pasi situata është shumë e tensionuar dhe nuk mund të garantohet siguria e stafit të tyre. Refugjatët fjetën në shinat e trenit në shenjë proteste dhe po ashtu bllokuan një kamion që po transportonte ushqim për kamp. Ndërkohë dje gjatë ditës disa protestues tentuan t'i vendosnin flakën vetes. Ata kërkojnë që kufiri të hapet dhe të vijojnë udhëtimin e tyre për në vendet e Europës perëndimore. Rreth 12.000 refugjatë ndodhen në kampin e Idomenit dhe ende nuk dihet se si do të vijojnë tensionet. Refugjatët thanë gjatë protestës se nuk do të lejojnë ushqim dhe ujë të hyjë në kamp derisa kufiri të hapet. Gjatë mëngjesit ata nuk i lejuan punonjësit të organizatave të shpërndanin ushqim. Aktualisht Greqia është tre më shumë se 43.000 emigrantëve, ndërsa të tjerë vijojnë dëmbëri në brigjet greke pavarësisht marrëveshjes së arritur mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë.